Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 16 dhjetor të 2025. Duket se kemi një ditë të rëndësishme, ditë që vërtet na shëron plagët së shkuarës, na jep mundësinë për zgjidhje të çështjeve të mëdha që neve mund kemi, por duket se pikërisht dielli në shqiptar që formon një trekëndësh me Mërkurin dhe ndikimin e madh që ka të bëjnë, një kënd që na aktivizon për të ndihmuar të tjerët. Mund të lëmë njanë dhimbjet ose plagët tona dhe hymë në një proces të ndihmës dhe të ndihmesave të çështjeve të mëdha që kemi pasur në të shkuarën dhe mund ta zgjidhim pikërisht sot. Kjo do të thotë që jemi më të ndikuar dhe më të favorizuar në anën tonë. Përfitojnë shumë shenjat siç janë Dashi, Luani, Shigjetari ose ata që kanë ascendente në këto shenja apo diellin, planetet e kështu me radhë. Është një ditë që vërtet jep rëndësi në atë çka ndodh, në atë çka bëhet. Vërtet që është një ditë shumë e mirë dhe mjaft pozitive dhe jep shumë ndikime shumë të mira në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë lidhje me vendimet që mund merren, por gjithsesi është një ditë që do të thotë që kërkoni atë që doni, të arrini atë që kërkoni. Është një mundësi mjaft e mirë dhe tepër pozitive. Tani, para se të fillojmë me parashkimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo diaspor dhe në kërkim të parashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al faqja Rosconet. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, jeni gati për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, çdo të mërkur në orën 9:30 dhe doni dërgoni mesazh dhe duke dërguar mesazhet dhe për të marrë përgjigjen, kemi pikërisht këtë butonin këtu. Klikoni, ndiqni hapat me kujdes dhe jeni gati për të dërguar mesazhet dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për ju të shenjës së Dashit duket se ka një ndikim shumë të mirë, tepër pozitiv në lidhje me takime, në lidhje me vendime dhe periudhe, sepse kjo periudhë është një periudhë shumë e mirë, e mbarë në atë që bëhet, e mbarë në atë që kërkohet, por nuk ka vend për të shqetësuar sepse çdo gjë lidhet me ekonominë, çdo gjë lidhet me biznesin. Të juve të 10 ditë parë keni një mundësi shumë mirë për të arritur qëllimit në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me Shigjetar janë të mbara. Pak vëmendje me Luan të 10 ditë të dytë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Për sa përket shenjës së Demit, duket se Demi ka mundësi dhe rëndësi në lidhje me ekonominë dhe me marrjen e vendimeve të rëndësishme, por nuk ka vend për të shqetësuar sepse kjo periudhë është mjaft periudhë e mirë dhe ndryshimet që do të keni tani e tutje është një moment mjaft pozitiv dhe do ta shikoni dhe vetë sepse ka të bëjë shumë me anën ekonomike financiare, ka të bëjë shumë edhe me disa vendime shumë të rëndësishme që mund të merrni. Por ju të shenjës së Demit e keni pasur dhe si çështje të rëndësishme dhe duke pasur parasysh edhe vendime që mund të merrni, edhe kohën e duhur që juve keni, por është një moment tepër pozitiv. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Luan të 10 ditë parë, Ujor të 10 ditë të tretë është perfekte, por pse jo dhe me Akrep të 10 ditë të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, me qenë se binjakët duket se tani e tutje, çdo gjë është më e mira dhe më pozitivja në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, në fushën e ndryshimeve. Në fushën e ndryshimeve, sepse ndryshimet që janë në një harë kohor, në pozitivitet, do të thoshon, sepse është momenti dhe koha e duhur për të zgjidhur problematikat e ndryshme, po binjakët gjithmonë dinë shumë mirë çfarë bëjnë dhe ku shkojnë për arsye të punës së tyre, për arsye të karrierës dhe është një moment shumë i mirë në lidhje me një takim që mund të bëni pasdite. Por në anën tjetër, çështjet që kanë të bëjnë me Ujor të 10 ditë të tretë, me Peshore, bëni pa kujdes me qëtemi se keni lënë pasdore, është momenti juaj, por me Shigjetar është vetjeta nëse ju e keni një njohje për ta kreditë serioze e kështu me radhë.
Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e gafores. Meqense për gaforet duket se tani në këtë periudhë është një periudhë që ndryshe mund të mendoni, ndryshe mund të gjykoni, por nga njëra anë është dhe momenti i takimeve dhe i bisedimeve që mund keni dhe kohën e duhur për zhvillime të reja, sepse kjo periudhë duket se ka në vetvete, mbart në vetvete mënyrën, mundësinë, kohën dhe karrierën që ka të bëjnë me çështjet që lidhen me ekonominë, lidhet dhe me stabilizimin. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me dëm të dhjetë të parë, gafore me dëm, gafore me shigjetar apo dhe me ujor është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanit. Përse përket luanëve, meqense luanët duket se tani në këtë periudhë ka të bëjnë dhe me çështjet e zhvillimeve ose disa çështje madhore financiare, lidhet me financat ose me kohën e duhur përse përket karrierës dhe një moment i mjaft të mirë favorizues ekonomik dhe një ndikim mjaft të mirë, sepse duket se kjo periudhë jep mjaft për të parë se çfarë do të bëni në një të ardhmet afërt në ekonomi sidomos, është një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Luanët gjithmonë nga njëra anë kanë mundësinë dhe çështje të rëndësishme që zgjidhin problemin e tyre, kurse në çështje tjetër kanë të bëjnë me anën e dashurisë, është me ujor dhe një ndikim shumë i mirë me ujor të dhjetë të parë dhe me akrep të dhjetë të tretë, ku është koha dhe momenti i duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi dhe në vazhdimsi, sepse është periudha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm për të zgjidhur problemin tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Për sa përket virgjëreshat duket se kanë mundësi, çështje të rëndësishme që mund të zgjidhin në lidhje me punën, në lidhje me biznesin, në lidhje me takimet që mund bëjnë, por ka një gjë që mes asaj që është realizueshme dhe mes asaj që është e vështirë. Mund zgjidhni atë të vështirën sepse keni mundësinë për sa përket të ardhmes së për punën, për karrierën dhe për ndryshimin tjetër që do vinë në fushën e punës suaj, sepse role drejtuese keni ju, kështu që nuk ka problem. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me dëm të dhjetë të parë dhe me shigjetar të dhjetë të tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për sa përket peshoreve, meqense peshorët duket se tani tutje janë shumë mundësi të arta, mund të themi, në lidhje me ndryshime, në lidhje me kuptimin e qartë të punës, të karrierës, të ndryshimeve që do të keni, momente që vinë nga juve, por dhe një kohë e caktuar në lidhje me punën, sepse është në lidhje me një ndryshim që do të keni tani e tutje, është një ndryshim mjaft i madh ekonomik. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor të dhjetë të parë dhe me binjak duket e para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë akripi. Për akrepët duket se tani në këtë periudhë është periudha që duhet të zgjidhni disa probleme të vogla që keni pasur miqtë e mi, juve që jeni në role drejtuese në lidhje me punën, mund të keni një mundësi të vogël për ta zgjidhur këtë problem, por meqense bini pas më mirë është për juve dhe nuk ka vend për të shqetësuar sepse çdo gjë juve e zgjidhni në mënyrën më të mirë të mundshme dhe nuk ka vend për të shqetësuar në këtë drejtim, por është periudha ku ndodhin fenomenet. Edhe kjo do të thotë që vështirë të tjerët që bëjnë ballë me të drejtën tuaj. Kështu që keni mundësinë të shikoni çfarë do të bëni në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luan dhe me peshk është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për shigjetarët duket se kjo ditë është një ditë ku vërtet ka disa gjëra që janë shumë pozitive, disa mundësi që vërtet nga ana juaj është një moment mjaft i mirë dhe jo se ka të bëjnë për shigjetarët një çështje e lënë pezo dikur ose nuk e realizojnë siç duan ata, por është momenti që tani për tani mund ta zgjidhni problemin, mund keni mundësi për të arritur qëllimin tuaj, sepse është koha për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi, kur puna dhe karriera duket se ju ndihmon në këtë drejtim dhe nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm dhe me akrep, është koha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me ekonominë. Dashuria, një bashkim familjar është me peshore. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricave.
Për sa i përket britësapëve të duket se sado që vështirësitë që keni pasur dikur dhe momenti që vjen tani tutje, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në lidhje me disa ndryshime, disa çështje madhore financiare, një moment mjaft i mirë në lidhje me kohën tuaj, në lidhje me karrierën tuaj, në lidhje me disa vendime shumë të rëndësishme që mund të merrni në çështjet e punës suaj, por njëkohësisht është edhe një moment mjaft i mirë për marrjen e vendimeve të rëndësishme në kohën e duhur. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresht të ditës së parë, me peshk të ditës së tretë, britësapët dinë shumë mirë çfarë do bëjnë dhe ku do të shkojnë. Është koha juaj, momenti juaj për zgjidhur çështje të tilla. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Me ujorët në fakt jo se ka diçka për të shqetësuar, jo se ka diçka problematike ose mos e di çfarë do bëhet në anën tuaj, por është një mundësi shumë e mirë për sa i përket ndryshimeve që do të keni, për sa i përket asaj çka jeni dhe asaj çka doni të veproni, sepse është mundësia, është momenti i duhur për sa i përket zhvillimeve dhe ndryshimeve të mëdha që do keni tani tutje, ku është momenti më i mirë i mundshëm dhe koha ka treguar që juve jeni me shumë fat në këtë drejtim dhe keni mundësinë. Ujorët gjithmonë kanë qenë dhe janë dhe mbeten shenjat me ndikim zodiakal në lidhje me punën e tyre, por edhe një takim që mund bëjnë sot, pas dite, do jetë një takim i frytshëm për punën dhe për karrierën. Në çështjet e dashurisë, duket se kanë pasur një problem me një akrep të ditës së dytë dhe me një binjak, por me binjak e gjen zgjidhjen sepse dy shenja ajri në një kohë kanë mundësinë. Por ajo që juve të palidhurit keni pasur një njohje dhe është shkëputur, kjo do thotë me luan, por meqense me luan duket se gjërat janë në pozitivitetin tuaj në momentin më të mirë të mundshëm dhe e keni mundësinë dhe kjo do thotë që është një ndryshim, një marrje vendimi të rëndësishëm në kohën e duhur për juve, në momentin më të mirë të mundshëm që keni dhe koha tregon që ju jeni me fat në këtë aspekt dhe nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Dhe nuk diskutohet sepse koha tregon që jeni me fat dhe periudha është më e mira e mundshme për juve të kësaj shenje. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa përket peshqeve, peshqit duket se tani në këtë periudhë kanë mundësinë edhe kohën e duhur për sa përket zgjidhjeve të anës tuaj, është momenti më i mirë i mundshëm. Për sa përket peshqeve, peshqit duket se gjërat janë pozitive dhe koha është e mirë për juve. Është një mundësi shumë e mirë në lidhje me një takim, sepse këto takime janë takime rutine në fakt, por në dashuri është takimet të rëndësishme, sidomos lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresht të ditës së parë, me shqyrtar të ditës së tretë, që është perfektja, por gjithashtu dhe me binjak është momenti dhe koha e duhur për të zgjidhur çështje problematike. Në lidhje me çështje problematike janë gjëra që nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar, sepse një diçka shumë e mirë po ndodh në shenjën e peshqve për dashurinë, sepse e prisni diçka të tillë në bashkim familjar. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 16 dhjetor të 2025-s. Para se të ndajmë bashkë, kemi faqen atje, mund të abonoheni tek astrologo.al, siç e shikoni atje, jeni gati pastaj duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, atëherë mund të dërgoni dhe të merrni parashikimin që juve dëshironi nëpërmjet Viberit, WhatsAppit, duke folur bashkë dhe përzgjidhur problemin tuaj. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejtë me juve dhe doni që të dërgoni një mesazh, kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejtë përgjigjen. Nga Unë Pulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.